Shtëpia e Hynilerve është një prej shtëpiave të para edukatës në Prishtinë. Është shtëpi e madhe për shëshim. Dhe sport, i vajzimi, dhe sporti janë restauratorë. Kjo është fati për nesë. Këto e një ndër shtëpit të cilat i kena restauru me metodat ma të vjetra, pa përdor materiale të reja. Pse janë të shtremta, janë për shkak të strukturës ekzistuese që ka qenë ma përpara. Edhe këto janë ndërhyje pothuajse në përshëndet me sipër. Dhe i kemi tu i përmbledh punët. Se kullat e tona pa prezentën e familjes, pa jetën e tyre, sepse pronarët i kanë bajt gjallë dhe ata ma mirë se gjithë din me u kujdes për to. Kështu që kjo është një politikë e Ministrisë Kulturës që shtëpitë dhe kullat me atë pronarit, sepse ata e kanë atë ndjeshmërinë edhe me ndërtesën, po edhe me pronën e tyre. Kështu. Shtëpia ka pësu një ullje, po një ullje jo geometrike, e ka një ullje ndryshe prej ulljeve të tjera, edhe këtu dashtë me shtu tri traje për me pru në nivel. Për që ta kemi këtë ndjesim.